50.000 lekë me mujtë Kosjanin sumë, jepi pa kakam, jepi. Jemi të Po, regojnë 50.000 lekë djali. Hajde, kosti. Djali andalës. Se si pa, në Me gjithë komentatërë me vete. Hajde, hekër atë vjetër në botë e rima. Jo, se është gjërin tjetër e qëta djegë. Ore në o gjigant. 50.000 lekë me mujtë sumë. Se përna hubi. Qike, për gjithë ata që duhet ta kuptoni, bëni një provë. Fitoni 50.000 lekë. Ka arbitrim të pastër dhe ka gjithçka që na duhet për fituar të 50.000 lekë. 10.000 lekë. 50.000 lekë ku është mund suçin në sumë. Aga! Bëni tualin, Zati menaxheri e mirë. Po i fotër po, ja ku ka rëzojnë e ti të parë të takimi, menaxheri po i lekët, menaxheri patron të lavan me të ritual. E pa menaxheri nuk e di ku ndodhet, ku është fuqur menaxheri. Muqika sa hatën. Shumë ko arbitri i cili po pret luftarin. Arbitri se paguash. Dhe tani ju kom paguajtur si lloj legu për shkak se menaxheri ka qenë pak kërnac. Thuhet që ka qenë nga gjykata, por është rrit mirë ditë në lesh. Arbitri ka ndonjë kallafe nga ekipi kundërshtar që ky ka paguar ty për ta marrë me atë lojë, është vërtet apo jo? Është e vërtet deri diku, deri në momentin që unë dash faulin që lëvizi bythën dhe menaxheri ran top. Ai ti le hada sumo po. Po, është e vërtet. Shumë për lojtarin tim, është një lojtar i frikshëm. Vetëm furra buke sa ka harpi njëri. Po zoti menaxher apo e pritshmëri çfarë prisha ky event i madh në Tiranë. Vetëm fitore, i kena lek për njerëzit, po njerëzit s'po vinë. Njerëzit nuk do fitojnë. Vetëm nga sushi im është rrit çmimi i bukës, tu ka shkuj 1200 lekë frangjolla. Na tregon me që lojtari jo duk flet mirë shqipe, na tregon pak ritualin çfarë ka bërë, çfarë përgatitje ka pasur para finales së madhe në Tiranë. Para finales së madhe ka harë 3 frangjolla, 2 bukë ashtu, ngaja 3 bukë zezat, 4 simite, drejta dhe 5 simite rrethore. Shoqërume me pilaf. Nga gjithësie. Kanxena! Nuk të ke 50.000 lekë. Si Pilaf! Ku shkaj te ke pilaf? Era parë Tiranë zotërisë ndihesh për si duket Tirana për qyteti jonë. Byrek ja byreka. Cila është fjala më e bukur shqip që kam dëgjuar deri tani? 50.000 lekë pa mujtë sumë, mujtë 100.000. Kanxha! Ti japim ne, po fitoj. 50.000 lekë. Azuke. Me rast të djalin. 50 euro nëse e këtë. Gjang. Son pilaf zhusha. Do pje pilafin, po e këtë. Dale pilaf. O, Normalisht është qartë që popullata në Tiranë 50 euro po deshet me këthy, 50. Frika, shiko. Hajde, euro. Hajde, pa strit. Hajde, strit, krau. Hajde. Po, ko rrif këtë djalin. Lef pilafin. Sumo, mu një me ta. Qanj. 50.000 lekë. Hajde vllai. Kjo është buka. Ta bllokojmë fytyrën. Hajde. Me bllokim fytyrë çu kanë regjizorë, e bllokojmë fytyrën. Do marr 50.000 lekë fitoj. Albitrimi është i saktë dhe unë do jem në krahun e Aflonit, kështu që fitoj më i mirë. Hajde. Ja ku del menaxheri për ta pindur më afër. Japonez. 50.000 lekë. Çaj, le hape vënën. Shoku kena se nga Japonia. Sançën në më Hajde, 2 minuta, nuk zë. Provoj. Sançën në më Jemi në Provoj mëtyrë si ti, falas janë. Jam 50.000 lekë dhe Stefani. E ka se nga Japonia vetëm për këndeshë, kështu që i përballëve lekët tona ne po i qisim me marketing, këtu ka dhe 2 neshe të tjera. Hajde. Heq telefonin ti për të bërë gati për të futur këtë përballje. Okej. Jo, dhe nuk vjen. Jo, se kopo. Shumë që Se flas në japonisht. Ta ka tuko mos e vret. Gati. Okej, prit. Tani Hiqek mirë, hajde. rregullat janë thjeshta. Unë du një përballje shumë të mirë nga njëri dhe tjetri, dua që të fitoj më i mirë. Arbitri ka dhënë fillimin me njëri Bali Kosti ka marrë guximin që Kujdes, ço just stop out for çfarë mund të ndërmi. Po. E ka gjeshur tek. Jo, no, ligu. Shojmë që ka për 50.000 lekë. 50.000 lekë. Kamaru,
Raundi parë. Si po, ti marr pak me ditë. Po, për të dhënë më ballë, 20 sekondë. Unë do t'ja fusi të vjen më këtë toshë më. Ka filluar bastet, do ka filluar bastet. Peti sekundë, po 1 minutë të jap. Vjet futi basat me fut. I kam shkruar naku. Po, shkruaj, ka. Fitusi i 50.000 lekësh. Japi ka. Fitore. Tonë të kamioni, Kape kët, kape. Anto! Kape kët. An! I ka dalë përpara kamionit. Anto! Hajde, shojmë çfarë kërkon konkurrent që ka dalë përballë kamionit. Çdo në rami çfarë. Çfarë një sekondë bu. Ai ka hale lo. Pull. Pull. A do udhësh? 50.000 lekë po mujtën suma. A do udhësh ajo? Kanca në ha! Ke fitor 50.000 lekë. Ka kanë ofertë në telefoni ujë drita. Ke shtëpi ujë drita. 50.000 lekë po e Kam shtëpi. Hajde futu pra. Aha. Hajde futu. S'kemi. Erdha. Hajde. Futu. 50.000 lekë po fiton. Mos Pritëm. Po Jo, atë, bravo. vokoni kamerë 50, hajde base. 2-3 plus. Erdha. Ku do me fut lekë? Opa. Visha pak, sumo. Kanca! Inercia, kujdes po ta tek Piloshi. Ja. Qenkën prek pak në vaja, du t'i mbushim. Por, tani keni gati, po Atëherë, prisi pajoni. Me që kemi ardhë në blok, droja kanë ndryshuar. Pra, faulli nuk është më kur ai shtyra tjetër e ka atje, as e viza byllë nuk është faul. Për që ketë një ndeshje sa më të qartë, të ketë një rivalitet i mirë. Pra, do ndeshje të Do gjatë. të marr paçi pilaf. Do përfundosh të marr paçën. Ose hase do ta shkoj cica. që menaxher, kjo s've thonë Kujdes, maçi do pa. Hajde një tutë e. Okej, 1, 2, 3. Po sa kam thënë se na le pa lekë. Nëse do të marr menaxhim unë. A di si ta bëj cicën si ti? Rofsh inshallah. Ja e bëj cicën. Astrid ndalove uli pantallon këto. Çfarë do? Shmën tim pantalon. Brek zhuar ata. Na vje kesh po hu. Duke parë rezultatin. Shakant! Zyrtari nga Japonia ishte ka personal. Kosal bala. Ti s'ke fitu gjo. çaj Ti s'ke fitu gjo. S'ke fitu gjo. Pupe. Pa, Ja, ku do shtarë çfarë mendon për të përballë ishte drejt apo arbitri do shta kishte pak i korruptuar. Ta cica e ti më eksitoi. Shumë gabim. Duhet zbresin tash nga pak. Unë tash çfarë do të marr menaxhim, po me ky gjatë që të detyron. Ja i kanë Çfarë detyron me ngredur? Një njeri që mund t'i dalë përballë. Hajde sir. Vali Okej sir. vet gat. Fushëriri i ngushtë i Pas Kostës. ke hëngrë dorën në zëruar mi. Fushëriri i ngushtë i Kostës. Maja Street. Kanca! Maja Street. Toma bra. Astrid. You win 50 euro. Do you want 50 euro? Just friendship. Just practice. Look at how No, bro. We stop, and you fight. This is the guy from Japan, and the guy from Japan needs the marketing with the guy from where? Very content creator. Është habitur që ka përballë filloi kaq herë. 50.000 lekë. Nalo aty ku je. Nalo aty ku je. Hajde, 50.000 lekë për rrezut sumë kë. I merr një fitore. Edhe Doni të na. bash. Këtu ku do një 2-1. Hajde. Po ky 2 Jo, një, tek një 50 lekë 50 tjerë se s'keni lind çartizën bashkë. Afroj pak këtu për të dëgjuar rregullat këtu. Edhe tjetër arbitri shpjegon rregullat e lojës për të zyrtuar shtatin. Atëherë rregullat janë thjeshta shumë. Qofse njoni ul tjetrin pa lëvizje bytha nuk është Ka faull. ekran këtu, hape. Pa lëvizje bytha nuk është faull. Pra, nëse ai lëviz pak bytën këtu është faull dhe do bëhet dhe nga fillimi. Gjë bro.
Ti ke për ta mujtë, të mujtë fiton 50 euro, po s'ma merr mend se gjithë këtë pilaf që ka marrë këtë buzët një për ja po. Okej, çullë menaxher menaxher jashtë ringut. Hape background. Ke përballë, shumë herë. I cili i tregon se fundja në Shqipëri ka bërë efektet e vet. Po, hajde ma. Ka. Zotë menaxheri, po të tonë të provoj pak hi. Oh, kujdes shoh çfarë ndodh më ndër. Ne, hajde ka herë. Kaloni këtu. Jepi. Po, jo ka edhe herë provon Jepi. nuk ka fare përballë tjetër. Po, provon atë të rrezoj. Nuk po rrezoj. Ua, edhe një herë brapa, as po flasin te komentatorit, për komentatorin që ha fare, shkoj këtu armiq çfarë po ndodh. Jo, pa. Jo, më fal. Kamaru, prit. Round i parë, para më pushim. Kamera round i parë. Gjoktu, kape nga poshtë, hajde ta provojmë bashkë. Kap kështu qasi. Menaxher. O menaxher, po menaxher. Që publiku rapon për ta ndjekur nga afër të përballë, po ka fonë në rrugët e kryq. Ja, mirë. Po video kur do me folë. Shoh, stari, ka fillon dhe rami numër 2. Kostian. Ti vetë Me ka kam, levizja kam, to Kostian. Të skalone jo gjas moj kanë. Hajde. Se e ke kam, sa ty. Amar tak. Ka më fort, lutem. Ai do. Ama ule për 15 lekë. Sparësimin në rrugë Kamaru. E pa me kurse ishte që parti vetime. Si gjë më bukur për ti. Jemi 1-0 ore. Fantastika kapitale. Raundi 2 euro. Raundi 3 dhe raundi final. Fitoni 150 euro. Po e ktheve. 150 po e ktheve. Jemi 1-0 për djalin tonë nga apo në janë. Sekond, 1 minutë pushim. Hec pak astrit. Qa minutë? Minutë pushim, prit se ka nevojë. A bënja ka që tjera paroli. Da të regoste qa bën çunat e detit. E për ta mu, kam trajnu vetë, kam heq bashkë prej vetë. Ma të regosh shpirtin. Ma të regosh shpirtin, hajde me pare. Jo, mos janë qepë. Jo, bok. Pastaj bi me vrajnë një ditë. Okej, kujdes. 1, 2. Po që fillon përballja numër Afroni këne, numër 4 fal. Dhe kohë kemi lëvizje të vogël nga qafa. Pesë do fal. Ka jo, Kostian. Do të rekonduktari. Piri, nuk e di ku ka lindur po. Nuk e di çfarë thon, por ky fitoi prap. Halo. Vaj, ishte lojtari fort, ka mendimi ke për lojtarë, për një ka 3 nesër tjera për këtë. Ajo tani nuk mundet, atë këtu tani Tek grada fort, duke thënë nuk mundet kjo bull. tani në një fitore të pasur 2-0, pas nuar janë tjetër goli nga Butrindi, ne kemi të shpallur fituar dhe një herë tjetër. Ndeshje shumë e fortë, e tregoj dhe veten sushim, e tregoj gjithë sakrificat që ka bërë ky njeri, pilaf që t'jep gjallë, t'jep zemra jote, pilaf sa dush, pilaf sa dush. Çfarë që bëhet gati për përballjen numër 4, falenderoj sponsorin ton general Mish Gici Agroni që ka sponsorzuar edhe pikërisht konkurrentin ton i cili vjen nga Japonia dhe ka blerë biletë dhe avionit me Mishin e Gicit Agroni, në vazhdimim speciale për Është ditë teken e pilafit që na ka ndjek që nga fëmiria, pilaf Beni, ka qenë kur ka qenë shkollë, ushqim, ushqete me kamin pilaf. Okej. Suma ti Takashima, cila është përballja juaj tjetër, mos thosha me Gregor është rivali që po pretendon. Sa po ka thënë nuk i ha fare për një rival, ndoshta ai rusi tjetër çka ka emrin. Suman Hiç që përkthehet në shqipen e vjetër, domethënë nuk më ha. Bibi ka thënë. Absolutisht. Sumha ka qenë shumë mjaft i fortë, ka pas një teknikë të admirueshme, sidomos në tokë, kur ishte i rrëzuar në tokë. Ndërsa Sushi im ka veçori se kur është në këmbë, të pushton me një rrjedh. Shiko, ka 2 palë këtu që të lidh. Dhe kjo e bën më të veçantë. Mendoj që 50.000 lekë. a do vi ta bëni përballje me kundërshtarin ton. Ja ku kemi një rival i cili po vjen çikërush nga Shtetet Bashkuara të Kamzës për të bërë të përballje. Okej. Me rivalin ton. Nga Bathora. Kemi shoqë kolegen ton Xhesin, është çina lekë. Shumë bukur. E ke vesh prapsh. Ure dhe Shiko, rregullat e lojës nuk lejohet. Goca është Bathora këtu më ta vefshin në çfarë do janë doj dhe prapë do i dalim mirë. Okej, rregullat e lojës janë këto. E, po m'bin to. Okej, se të lidh. Nuk lejohet ti përmendesh fjalën pilaf, mish
Borzoll, Konxha. Okej. Kundërshtari nuk e bën fare dallimin, nuk ka barazi gjinore për këtë njeri. O, zoti menaxher, po të lutem. Zoti menaxher, atë, rregullat e dyra janë shumë të thjeshta. Kush fiton me 50.000 lekë? Çka gjë thjesht? Po do ul për to? Po, Po të them. Mos më theni ai kamë. Jo, se direkt. sepse kemi vajzën nga Pasora dhe djalin e Agonia. Ja ku fillon kjo përballje e cila pritet të Raundi parë. Deri këmbë, deri këmbë. Tani jo, portor grushta në mundje. Bir. Po i lejo. Çfarë po do ka? Ka 13 kundërshtarit. Jeti. Ka ti kundërshtar. Shikoni çfarë ka bërë, ka rësuar tok në Ramish. E më ka rësuar tok në Ramish. Fitore! Pa besueshme. Fitore! Nuk do të di njëri. Fitore, mos përballë. Et Kostian, sa çuat një herë nuk do të. Ka të forta nuk do të. Por e ka unë dhe. Bravo, Ramish. Peshiri, gara peshiri, gara peshiri, gara peshiri. Ja bëj peshiri. Je këtu një vjavë, Gara këtu një vjavë. peshiri. Ja ku çuat një herë vajza. Okej, raundi parë. 2-0, 2-0. Jo, Jo, njerëzit. 1-0 vëlla. Shojmë që publiku jo ka. Ka letër amerikane të vija të Jepi një minutë. Shojmë 10 sekond pushim. Shojmë postin që Hame. ky njeri nuk do të di fare për barazi gjinore ka mundur No photos, sir, no photos. Only must bet. Okej, jemi gati, vazhdojmë raundin e dytë. Oh, do t'ja i bikë. Erdhe një herë. Ja, po do. Kape. Ma shumë po do. Mas. Se komen, mas. Ka randur. Jo, po ndërë mi shfarë ndodhi. Jo, bërë, e pa besueshme. E pa besueshme. Edhe vetë fabrika shtare u shmënd. Kamarun 1-1. Sekreti është të hash pilat. Të kash mos je përmend pilafin. Tur. Fileto pulë. Shojmë tërbimin e O, fileto barazia gjinore, diçka që do të funksionojë dhe ne apo. Ti duhet të jesh sa më i qetë sepse ajo është Gujda ime e dhe ti sumos. duhet Emër mbi emër, kur dush, fikim kamrat, përshëndetje. fikim kamrat, emër mbi emër, kur dush, sumos. Bravo, është i barazim. Atëherë është i barazim. Po e di. Është i barazim. Hajde këtu. A është influencë? Për tyre. O, hajde këtu. Hajde këtu më këtu. Ai piti daj për verdiktin final, shohim çfarë do të vendosë kur përfundoj kjo Shumë përballje. e marrën 50.000 lekshin. A do të marrë Jo, se me. Tani, doja marr parasysh. Valdi fal 50.000 lekë ti fus naftë son gjushe. Po shtirë, do 500 lekë, jo 50. Okej. As 500 me meri. Duke marr parasysh zotin menaxher. Ble 300 e bukun për Ka pyet. vajza që si kishte emër? Nita. Nga vajza me emrin Nita, nga Basora dhe me djalin Pilafi, nga Japonia, jugu, Nga Hiroshima. i Tokios, ka qenë një përballje titanësh dhe u Fiton, shpall fiton. parazimin për herë të parë në këtë ditë. Qa? Të dy fitojnë. Ándale.